Po pse sot ne jemi në pikën më kritike? Jemi në pikën më kritike se sot, pasi para jush, para mbar shqiptarve, para mbar Bashkimit Evropian dhe partnerëve tanë. Zëvendës kryeministrja është kapur në flagrancë me vjedhje, filloi me 50 milion e tunelit Llogaras, pa ishte asgjë çfarë erdhën të tjera. Që të gjitha në bashkëpunim me Edi Ramën. Tani këta kriminal, se çdo epitet meritojnë, këta na thonë se do bëjmë ligjin për të mbrojtur ata për vjedhje që kanë bërë. Këta guxojnë si askund në botë, në vend se të paraqiten para drejtësisë. Tani na thonë jo. Do vjedhim sa të mundemi. Nuk ka provokim më të rëndë. Nuk ka akt më të ulët. Meritojnë çdo përgjigje. Nuk ka akt më armiqësor. Kur kujton Shqipërinë që po tretet, kur kujton smurët tanë që japin shpirt në spitale pa ilaçe, pa mjekim, kur kujton shkollat në rënim. Dhe këta thonë, këta bëjnë ligjin. Tani që në kap do bëjmë ligjin. Nuk ka ndodhur në botë. Janë bërë përpjekje, po kur të kësaj natyre. Kur një kryeministër nuk ka dalë të thotë tani me ligj, unë nuk lejoj këtë veprim apo atë veprim të drejtësisë. Asnjë zgjidhje s'ka përveç forcës sonë. O sot o kur, ne duhet përballemi gjerënërzimin e kësaj qeverie. Nuk ka ndodhur kur. Miq, ne erëzuam një diktaturë, dhe nuk ka patur diktaturë më mizore. Po ja u them këtu. Me mira të pushkatuar, me 10 mira të intërnuar. Por për sa i përket vjedhjes, sa që kanë vjedhur